Forca dhe kurajua e një luani. Luani është një specie që udhëton i vetëm, ndërsa delet nuk ecin vetëm, por në tufë. Kështu që ndonjëherë ajo shprehja e lashtë e pleqve të moshëm shqiptar, ku thoshin se më mirë luan për një ditë se sa një dele për tërë jetën, është më se reale. Në jetë nuk është gjithmonë e rëndësishme të jesh i rrethuar nga falsiteti, sepse forca dhe kurajua e një luani nuk varen nga numri atyre që të shoqërojnë, apo nga numri i lajkatarëve që aprovojnë çdo fjalë, por nga idealet dhe nga bindja që luani ka në zemër. Luani e di shumë mirë që vetmia nuk është brishtësi, por një mundësi për të gjetur forcën e vërtet që gjendet brenda tij. Askush tjetër nuk e gjen këtë forcë përveç atij që ka një besim të plot në vetvete. Ndaj dhe luani ecën me vendosmëri, pa ju trembur fare sfidave, dhe edhe kur vjen ora e tij, ai prap e përballon me dinjitet. Të jesh luan do të thotë që të ecësh në rrugën tënde, ajo rrugë që ke zgjedhur vetë ti, dhe jo e udhëzuar nga të tjerët, apo nga doktrinat e atyre që të rrethojnë. Edhe pse shpesh detyrohesh që t'jesh i vetëm, disa fazat jetës duhet që t'i përballosh, i vetëm. Ja, sepse në jetë është e preferueshme të jetosh si luan qoftë edhe një ditë, sepse do t'jetosh me kokën lartë, me në mendje idealet e tua, dhe në gojë fjalët që të burojnë nga zemra, kundrejt një pjese të madhe që shkojnë pas tufës, duke përsëritur një zë, fjalët e shprehura kush e di nga kush, pa e menduar që po humbasin atë që quhet jetë, sepse pjesa dërmuese e atyre objektivave nuk janë personale, por të masës. Nga statistikat kemi vënë re që një pjesë për jush që shikoni këto video nuk jeni lidhur me këtë faqe. Do t'i lutesha nëse është e mundur, t'i bëni like faqes, juve nuk ju kushton asgjë. Së bashku veç informohemi më shumë. Kalofshi bukur. Madhështia e secilit që ka brenda nuk peshohet nga ata që të rrethojnë, por nga kapaciteti i drejtimit në rrugën që ke vendosur me mendjen tënde, ajo që përcakton linjën e ekzistencës tënde, pra kapacitet për të qenë sovran i fatit tënd. Të mbani mend se në jetë nuk keni nevojë për aprovimin e të tjerëve se kush jeni. Vlera që ti ke nuk përcaktohet nga ata që të rrethojnë, as nga të tjerët që flasin kundër teje, por çdo gjë varet nga se si përballon provat e jetës, sepse çdo gjë varet nga se si ngrihesh sa herë që rrëzohesh. Ndaj, duhet të kesh kurajun e një luani për të qenë të aftë që të mos dorëzohesh kurrë gjatë sfidave të jetës. Mos nguroni të lini komentin tuaj, sepse ka të bëjë personalisht me të gjithë ne.